Gjatë vitit të shkuar, Inspektorati i Punës gjeti më shumë punonjës informal në subjektet e inspektuara në raport me vitin 2023. Të gjithë ta punonjës të identifikuar informal në praktikat inspektuese janë vendosur në skemën e sigurimeve shoqërore dhe janë formalizuar brenda procesit të inspektimit. Informaliteti kryesisht është shfaqur në sektorin e klasifikuar tregti, ku brenda tij është hoteleri dhe turizëm. Aty ka prezencë të informalitetit, kjo është lidhur dhe me sezonalitetin që ky sektor ka. Një problem tjetër që vijon të jetë prezent është mungesa e kontratës së punës, ku vetëm gjatë vitit 2024 Inspektorati i Punës gjeti afro 4.000 punëmarrës pa kontrata individuale. Kjo shifër është në rritje me 58% në raport me 2023-shin. Kjo është punuar në dy drejtime. Është punuar me punëdhënësit, pra me kompanitë, të cilat duhet të lidhin patjetër kontrata pune apo të përmirësojnë kontratat ekzistuese, ndërkohë është punuar paralelisht dhe me punëmarrësit, duke i dhënë një element edhe një fokus të veçantë ndërgjegjësimit dhe rëndësisë që ka kontrata e punës në një marrëdhënie pune. Sipas kryeinspektorit Elio Muçaj, numrat e rritur nuk tregojnë përkeqësim të situatës informalitetit në treg, por lidhet me përmirësimin e cilësisë së inspektimit fal përdorimit të inteligjencës artificiale. Në janar të vitit 2024 kemi lançuar një sistem inovator, të cilin e kemi quajtur Mira, që është matrica e inteligjencës dhe analizës së riskut, i cili na ka ndihmuar për të bërë një planifikim më të mirë dhe duke rritur drejt për drejt dhe eficiencën e punës së inspektoriatit përpara se të implementonim këtë sistem. Ne identifikonim element informalitetin në 40% të inspektimeve tona, me implementimin e këtij sistemi në vitin 2024 kjo ka shkuar në 65%. Në vitin 2024, Inspektorati i Punës gjobiti 210 subjekte me vlerë afro 54 milion lek për informalitet dhe shkelje të rregullave të sigurisë në punë.